Çelësi dytë, fjala e dytë që Allah ju përgjigjet robëve të tij, edhe ata janë robë të zgjedhur, është edhe kjo një thonje apo një ajet kuranor që gjithë gati e dini, ku Allahu Teala thot: "Alladhina idha asabatuhum musiba." Ata kur i godet ndonjë musibe, i thonë edhe shqip musibet, i ka konë një musibet, fatkeqësi. Çka thonë këta besimtarët? Këta nuk thonë ku çana ndodhi, ashtu apo ashtu, apo runa Zot me i bë pyetje Zotit. Pse ma çove, pse s'ma çove, pse ma morë, pse s'ma morë? Runa Zot, kjo është domethënë mungesë e imanit në këtë mënyrë me komuniku me Zotin në rastet musibeteve të fatkeqësive. Po me ta qel derën këto fatkeqësi është fjala e Allahut. Çka thonë këta besimtarë musliman? Të Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Që e themi me rastin e vdekjes së të dashurve tonë apo xhamaut apo dikujt tjetër. Po jo veç aty, po çdo herë kur na ndodh diçka e themi. Jo sikur dikush i ndodh fatkeqësia në herë shan. Këta do të thonë që e kanë marrë fen kon fund e din. Në herë ta shoh nënën e ta shoh babën e neve na shoh, neve hoxhallarëve, xhamati. S'po thonë ta çes falën, po musliman. Qitash diçka më fol, çesi pëlqen, e ka dikush mizën mazveshi, thotë këshira ku ma qiti bre kështu ja bofsh. Po ka ndodhur edhe këtu shembull, ka ndodhi ka një njerëzit në Ramazan. Pa njerëz të likë çfarë zbojnë, e shanonën e vet, e babën e vet. E tash, nëse ne ni ashtu, unë çfarë do të them? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jo nerti me dal, bo aki edhe ti e shana e rre, e tani kur vinë të pajtu njerëzit ti tupi kafe, tupi çaj, më ka konë një fatkeqësi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalla rane kje, se këto dash me thonë start. Ose do ndeshja runa Zot amit antarën e familjes.